Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vlezër, një hadithi dërgullahu Gjaleshanu është duke kujtuar në këtë koha i ftohët i pak freskët edhe pas namazi jetësia ose afër namazi jetësia. Sot dërgullahu Gjaleshanu bashirul masha'ina fi dhulami bil masajidi bin nuri tammi yawm al qiyama. Ato njerëzit që esin në xhamia në errësira e natës, bie për namazi jetësie dhe për namazi sabahun. Për drita plot, ditën e gjykimit. Lajmëroni ose përgëzoni njerëzit që esin në xhamia, në errësira. Për një drita plot, ditën e gjykimit. Kuptimi është ato njerëzit që esin për namazi sabahu ose për namazi jetësia. Allahu Gjaleshanu errësira të koha ka për të plotësuar me drita plot në Gjennetul Firdaus, ose në urën e Siratit, ose në varë që është errësira. Allahu ka për të plotësuar me drita plot, inshallah, falja namazi sabahu dhe jetësia me xhamat, që shikurja jonë në xhamia, pajti ardhja në xhamia nuk është pavleshëm ose kot. Një hadithi tjetër Uthman bin Affan radhiyallahu anhu thotë që ka thënë dërgullahu Gjaleshanu, kush e ka falur namazi sabahu me xhamat edhe namazi jetësia me xhamat, sikur ka falur gjithë natën, se falja namazi jetësia me xhamat merr sawabi gjysmë natë, edhe falja namazi e sabahu me xhamat merr sawabi gjysmë natë. Ashtu merr sawabi për plot natë kur robi falet me xhamat. Ndaj vlezër, nga pak i dobësia nuk duhet të lëm namazet. Kurse është një shtërsim i madh shumë që këto ditë kanë filluar ato xhamiet si vit tjera, falja namazi jetësive para kohës, që nuk është lejuar me asnjë mënyrë, veçanërisht në vendin e tonë, ku është koha plot, tamam, asnjë problem nuk ka, vetëm nga dembelësia ne falemi para koha. Ajo është njëjtë gjë si njeri falet namazi pa abdes, se hyrja kohës nga kushtet e namazit, dhe ai që falet para kohës ka plotësuar kushtet e namazit. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.